Për këtë vikend kam sjell recetën e petullave me patate dhe qep. Në një mënyrë shumë thjeshtë përgatitjes, petulla pak më ndryshe se petullat e zakonshme, bëhen shumë të shijshme. Besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen. Marrim një enë të madhe dhe në fillim hedhim qumshtin. Qumshti duhet të jetë i vakët, nuk guxon të jetë i nxehtë, pasi do e prish brumin e petullave. Gjithsej kam 400 gram me qumsht. Këto petulla dallojnë nga petullat e zakonshme sepse brenda mbushen në patate dhe qep. Tash ja shtoj në një lugë gjellë të mbushur plot me moja buke pluhur. Qofse nuk keni moja buke pluhur, përdorni të freskët. Nga ato katrore do e përdorni gjysmën, një lugë gjelle me sheqer. Përzim pak, se pasteurizohet moja e bukës. Ja shumë shpërzimja. Ja shtojna 50 ml me vaj. Në fillim ja shtoj vajin. Më pas dhe ja shtoj vezën. Që qumshti mos tjetë shumë i nxehtë, të bëhet pothuajse i ftohtë, sepse do e prish vezën. Një vezë shtojna, përsëri e përzim. Tash shtoj miell. Miell gjithsej për këto masa do na duhen dikon 650 gram, 700, asnjëherë s'dihet fikse. Shtoj një pjesë dhe punoj. Shtoj një lugë gjysmë të mesme me krip dhe fillojmë që ta punoj brumin. Duhet na del një brum pak më i trashë se petullave të zakonshme. Një brum i ngjashëm me brumin e kiflëve. Me punojmë derisa brumi të largohet nga dobra. Kam punu brumin, si që shifni është një brum me trashësi mesatare, jo i si petullave të zakonshme. Tash hedhi pak vaj, shto, si për brumin, dhe munduhem që vajin ta kaloj nga gjithë anët e brumit. Në fund e mbullojmë enën me një folë najloni dhe lojmë që brumi të pushojë në ambient dhorë për një orë e gjysmë, derisa masa e brumit të dyfishohet mirë. Derisa brumi i petullave të dyfishohet, ne përgatisim mbushjen. Pra këto petulla janë pak më ndryshe se petullat e zakonshme, sepse në brendësi kanë patate. Tu kam 700 gram patate, cilat i kam larë, ju kam largu lëvorën dhe i kam coptuar në copsa më të vogla, pak më herët për arsye kohe. I shhedhi kështu në tenxhere, shtoj pak krep, dikon një lugë të mesme, dhe shtoj ujë derisa mbullohet nivelli i tyre. Tash dhezi zjarrin dhe temperaturë mesatare i zi patatët dikon rreth 25 minuta. Patatët janë zije mjaftueshëm, tash i largojna nga zjarri, ja largojna ujin dhe i kulloj mirë, i hedhim në një enë tjetër që të ftohen. Tash e morim një enë tjetër dhe në të shtojna 3 qep mesatare të coptuara imët. Ju shtojmë vaj, dikon rreth 50 ml, dhe në temperaturë mesatare i përgojna qepët derisa të zbuten mirë, i përzim vazhdimisht. Këtësh tash dhe dhjetë ujin e patatëve që dhe i kaloj në një tjetër. Kam fërguar mjaftueshëm qepët, janë zbutur, si që vëreni. Tash morim patatët dhe me një shtypse i shtypi mirë e mirë. Sa më shumë që të bëhet shtypja, aq më të mira do dole brendësia e petullave.
Kam shtypur mirë patatët. Tash ja shtoj qepët. Ja shtoj pak biber zi. Unë kam biber zi të ëmbël. Mund të shtoj edhe gjeks, po me të ëmbël më mirë. Dhe pak biget, pasi patatët kanë krem, ju kam hedhë në fillim. Dhe vetëm masën e përzij mirë. Më duhet që të bëj përzirjen sa më mirë që qepët përhapen në përgjithë patatët. Dhe mbushja është gati. Kam përzirë mirë. Brumi i petullave pothuaj se është dyfishuar dhe patatët janë tokur. Tash marrim patatët kështu me anë të një luke dhe ja japim formën e toptave që më lehtë ja vendosim në brendësi petullave. Kështu me gjithë patatët veproj, bëjmë në formë të një topti. Në këtë mënyrë vazhdoj me gjithë hargjën apo mbushjen. Vetëm duar duhet i keni me vaj, më lehtë ja jepni formën. Hargjën apo mbushjen me patate e kam bërë në 12 topta dhe brumi petullave është gati. Ja largoj folin dhe kaloj kështu në një dras punë apo në fundi, vetëm se hedhim vaj, kështu. Nuk duhet që të hedhim një, kur punohet brumi e përhapim në për drasën. Dhe kaloj brumin. E bërë brumi shumë i mirë. Përkollisim brumi kështu, tek vaji. Dhe ndoj në 12 kuleç. Kështu në 12 pjesë barabarta. Dhe cilës pjesë ja japi formën e kulaçit, duke rrëkollis kështu tek vaji. Unë duhem që t'jap një formë të lëmuar. Në mënyrën e njëjtë vazhdojmë në tutje me gjitha. Kam punu gjithë kuleçët, tash marr kulaçin e parë. Hedhi vetëm se pak vaj tek drasa, vendosi dhe filloj që të bëj hapjen kështu me duar. E hapi sa një pjatë të vogël dhe vendosi në mes një mbushje me patate. Tash marr ansorët dhe bëj mbledhjen e brumit të petullës. Duhet mirë që mos del mbushja gjatë përgjimit. Kështu me duar përsëri e hapim, kthejmë nga ana tjetër dhe nga ana tjetër kështu me anë të gishtave. Bëjmë hapjen dhe në këtë mënyrë i përgatisim petullat. Kështu në fillim dhe i përgatis vetëm 2 copë, gjërsa të bëhet nxehja e vojit, pastaj duke i fërgu, duke i përgatitur në këtë mënyrë vazhdojnë atutje. Shumë thjesht pra, nuk ju morin shumë kohë dhe bëhen shumë të mira. Me pyetje. Duar shtypim, dhe nga ana tjetër, shtypje me majet gishtave. Kështu. Tash do bëjmë nxehjen e vajit dhe këto 2 dyja do dyfishohen mjaftueshëm.
Tash e morim një tigan dhe hedhim vaj. Vaj hedhni varësisht nga këndësia dhe gjerësia e tiganit. Në qovë se është më i gjerë, të hedhni më shumë. Qovë se është më i ngusht, atëherë do hedhni më pak. Unë të kam hedhë dikun rreth 400 ml dhe i zjarrin në temperaturë mesatare nxej vojin mirë. Vaj ka fillu që të nxehet, gjithsa është bërë nxehja e vajit, unë kam bërë mbushjen e gjysmës së petullave. Tash i kaloj në vaj, shto. I kaloj nga 2 turp, pasi tigani është i madh. Dhe në fillim do i përgoj nga njëra anë, më pas do i thej nga ana tjetër. Petullat janë skuqur nga pjesa e poshtme, tash i kthej nga tjetra anë dhe nga tjetra anë mundohen që t'i skuqin në këtë mënyrë. Tash petullat i largoj nga voji, janë skuq mjaftueshëm, i kaloj kështu në një pjatë, kam vendosur pecej një përdornyshe që t'ja thirr vojin e tepër dhe i kaloj kështu. Këtë mënyrë vazhdoj në tutje me përhimin e gjithë petullave tjera. Kështu në fillim i përgoj nga njëra anë, më pas i kthej nga ana tjetër. Dhe nga ana tjetër do skuqim kështu në këtë mënyrë. Janë përguar dhe nga ana tjetër, i largoj dhe në mënyrë të njëjtë vazhdojmë tutje me gjithë petullat. Duke i përguar kështu nga te dy anët. Kam bërë forgimin e petullave, janë ftohur pak, janë gati për konsumim, t'ju demonstroj nga afër mbretësien, se si ka dalë, vërtet kanë dalë shumë të mira. Besoj se edhe në shije kanë për me qenë kështu të mira si kurse në pamje. Gjithë ju motra që përgatisni në këtë mënyrë petullat mbushura me patate dhe qep, ju bërfshin mirë, ju faleminderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia, jepni komentet bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.